Përshëndetje miq. Sot do të zbulojmë 8 sekrete të jashtëzakonshme për shëndetin tuaj, të cilat shumica e mjekëve nuk ju a thon kurrë. Disa prej tyre mund t'ju habisin, të tjerat mund t'ju ndryshojnë jetën. Qëndroni me ne deri në fund sepse sekreti i fundit është më i fuqishëm. A keni pasur net të gjata pa gjumë? Shtoni një maj luge krip Himalaja në një gotë ujë para gjumit dhe do të ndiheni më të relaksuar. Kripa ndihmon në balancimin e elektroliteve dhe ul stresin. Dëshironi të jetoni më gjatë? Studimet tregojnë se agjërimi për 16 orë në ditë ndihmon në rigjenerimin e qelizave dhe ul inflamacionin, duke reduktuar rrezikun e sëmundjeve kronike. Pavarësisht se çaji është i famshëm për përfitimet e tij, studimet tregojnë se kafeja është një burim i fuqishëm antioksidantësh dhe mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe Alzheimerit. Kur ndiheni të stresuar, merrni frym thellë nëpërmjet hundës për 4 sekonda, mbajeni për 7 sekonda dhe nxirreni ngadalë për 8 sekonda. Kjo teknikë ndihmon në uljen e kortizolit dhe përmirëson përqendrimin. Vetëm 10 minuta ekspozim në diell në mëngjes ndihmon trupin të prodhojë vitaminë D dhe rregullon ritmin cirkadian, duke përmirësuar gjumin dhe rritjen e energjisë gjatë ditës. Shumë njerëz mendojnë se yndyrat janë të këqija, por në të vërtetë, yndyra të shëndetshme si avokado, arrat dhe vaji i ullirit përmirësojnë metabolizmin dhe ndihmojnë trupin të djegë më shumë kalori. Drita blu nga ekranet pengon prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit. Lexoni një libër ose praktikoni meditimin për të përmirësuar cilësinë e gjumit tuaj. Dikur besoi se qelizat e trurit nuk rigjeneroheshin, por tani shkenca ka zbuluar se ushtrimet fizike, meditimi dhe një dietë e pasur me omega-3 ndihmojnë në formimin e qelizave të reja në tru. Dhe ja ku i kemi. 8 sekrete shëndetësore që mund t'ju ndihmojnë të jetoni një jetë më të gjatë dhe më të lumtur. Nëse ju pëlqeu ky video, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni për më shumë këshilla shëndetësore. Shihemi në videon tjetër.